Ka qenë pak e vështirë, kemi gjeca qeliza kancerogene, dhe është dashtë kjo është për herë të parë që e them, dhe është dashtë i futem një intervenimi shumë të shpejt me njëherë, edhe pse nuk ishim as simptoma as asgjë, gjithë shka ndodhi shumë shpejt dhe nuk doja të di për puna, po për asgjë tjetër. Vetëm doja që të kujdesem për vetëm, po që fal Zotit, gjithë shka doli ashtu si duhet dhe ja, sot jemi tu në emision. Fatë mirësisht, sot je mirë me shëndet, apo jo? Shumë, falmi. Është edhe puna ajo që të kam bëjt gjithmonë aktive, pastaj pas krejt këtyre ndoshta problemeve, sfidave që i ke të kalu, si ka qenë ai momenti kur je rikthy në punë, ke pas prapat energjinë e njëjtët, energjinë e mirë aty ku e ke lënë? Po, edhe përkrahja e kolegëve, dashuria e tyne, mirëkuptimi i tyne, neve jemi si një familje shumë e madhe, kemi shumë kolegë, shumë punëtori jemi dhe ajo atmosfera e ngrohtë që sot ti e mbështet atë nesër ai ty. Dhe ne gjithmonë e dim se edhe nëse s'mundem kemi përkrahje, kemi kush mund të zaventson punën tënde apo unë të kolegut apo koleges. Ajo më ka bërë që të mundem të vazhdoj me po energjinë e njëjtë dhe mirëkuptimi i tyre ka qenë jashtëzakonisht shumë i lartë. Padyshim që kur je fytyrë publike, gjithmonë je edhe përrejt themi komenteve të ndryshme, thashe themeve, në përgjithësi sa i përcjell Gjanani këto komente apo? Komentet i lexoj, se ja, të del e lexoj. Ka pas periudhë ku ndoshta jo mërzit pikërisht për ato komente që lidhjes kam pas me realitet. Derisa nuk e kam fut në kokën time se njeriu komenton atë në çfarë gjendje momentale shpirtërore ndodhet ai. Nëse ai është në moment të nervozës, të sikletit, të stresit, probleme me parat, probleme me shëndetin, normal që do të erdhë një koment negativ. Nëse dikush e ka krejt mirë me jetën e vetë, edhe ty ai të shef mirë, se neve i shohim të tjerët në bazë të asaj çfarë na reflekton neve nga brenda. Kur e kam kuptu këtë që njeriu shkruan atë që e reflekton nga vetja, e kam pas shumë më të lehtë që as pak nuk i perceptoj komentet. Në shumicën e rasteve unë edhe nuk i fshi komentet negative, i lej se nuk më pengojnë. As pak nuk merrem me ato. Ma herët, ndoshta para shumë viteve, 7-8 viteve, po. Edhe jam mërzit, ose kam shku në shtëpi, o nana, pse ma kanë shkru kështu, nuk është e vërteta, po është e vërteta, po tani as që më bëjmë përshtypje. Po në përgjithësi me rrjetet sociale sa je aktive? Përdor ndonjëherë edhe për pjesën e marketingut, bashkëpunimeve? Po. Kam bashkëpunime të cilat janë me shumë afatgjate. Zakonisht bashkëpunime kështu afatshkurtra shumë rrallë më ndodhë me bë.